Jo, nuk kemi marrë, siç e pat kemi dëgjuar dhe kemi lexuar deklaratat e deputetëve të ndryshëm, mirë po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigjja e tyre. Unë konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet e qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Në letër është specifikuar një qeveri gjithëpërfshirëse, tranzicionale, ku pakicat janë kategori kushtetuese. Ne tani pakicat, do të thonë komuniteti i pakicave kanë probleme me zveti, siç ka probleme edhe komuniteti shqiptar. Ne jemi marrë me këtë çështje dhe kemi thënë se sepse ata janë kategori kushtetuese dhe në çfarëdo qeverie e cila do të formohej, zonja Emilia Rexhepi bashkë me komunitetin e saj janë pjesë e asaj qeverie sepse janë kategori kushtetuese. Në fakt ne i kemi me kushtetut të diskriminuar pozitivisht komunitetet në Kosovë dhe këtë dim. Në ndërkohë, zonja Rexhepi nuk duhet të jap konotacion politik krejt kësaj përpjekjes tonë për me debloku situatën, sepse as në letrën e kurtit drejtuar neve nuk përmendet fare komuniteti. Nuk është domethënë fare subjekt i letrës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnetin politik dhe të tanime ka në tavolinë një propozim të qartë për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit, e cila kish me zhblloku situatën komplet dhe kish me rezultu në konstituimin e institucioneve, duke filluar prej kuvendit të Republikës së Kosovës, po edhe formimin e një qeverie e cila do të kishte agjendë të qartë, qëllime të qarta dhe një afat të caktuar kohor.